Për mua është nder dhe kënaqësi që sot të jem pjesë e një diskutimi për tema të cilat lidhen me aspektet e arsimit dhe me që po ndërlidhen me fushën e kërkimeve dhe me një fokus më të veçantë në raport me cilësinë e arsimit dhe mësimdhënien. Unë vi nga Instituti Pedagogjik i Kosovës, jam ulëmtues i pavarur në besa më qujti veteran i institutit, po jam ndër të parët në grupin e mesit të parëve që jam në institut, po vi prej një background arsimor me një shkurt përmbushit 30 vjet punën në arsim. Është një jubilej punësime. Kur të shoh profën këtu e di që janë dekadat prof, po janë mësime që i kemi përcjell. 2-3 çështje Instituti Pedagogjik i Kosovës ka një mandat kyç në përkrahjet e Ministrisë së Arsimit dhe gjithsesi sektorit të arsimit në raport me studimet dhe në vitin e fundit, 2 vite e fundit kemi filluar me një ristrukturim ku krahas departamentit të kërkimeve pedagogjike kemi edhe një themelim të departamentit për mbështetje profesionale që lidhet me sistemin me një fokus më të veçantë në arsimin prauniversitar. Puna kërkimore e institutit në vazhdimsi publikohet në kuadër të kërkimeve pedagogjike edhe në kuadër të publikimeve që bën me konferencat vjetore. Po i referohem vetëm 2-3 konferencave të fundit që lidhen me cilësinë e arsimit. Ajo e vitit 2024 kishte pikërisht këtë temën e vlerësimeve dhe gjendjen e cilësisë në arsim dhe aty patën mundësi me u trajtu tematika të ndryshme nga studiues vendor dhe ndërkombëtar. Dhe kjo e fundit lidhej me aspektet gjithëpërfshirëse të zhvillimeve në arsim nga fëmijëria e hershme deri te arsimi dhe aftësimi profesional. Tash kur flasim për cilësinë e arsim është një koncept, një term goxha kompleks, po në praktikë ju referohemi cilësisë shërbimeve, cilësisë produkteve, cilësisë rezultateve dhe kjo pashmangshëm na qet edhe të cilësia e sistemit tonë arsimor. Dhe kur ju referohemi studimeve, ka studiues që edhe ka debate për përcaktimin e masave për sistemin e cilësisë në arsim dhe kryesisht dominojnë ato të cilat e reflektojnë performancën e një sistemi arsimor në raport me vlerësimet ndërkombëtare. Fakti që Kosova në dekadën e fundit ka qenë pjesë e disa vlerësime ndërkombëtare, tani kemi një format pyese çfarë cilësia e arsimit tonë, veçanërisht cilësia e arsimit prauniversitar. Dhe aspekti tjetër, po edhe studimet që lidhen me faktorë që ndikojnë në cilësinë e mësimdhënies, gjithsesi në rezultatet e nxënësve. Janë studiues të ndryshëm që përcaktojnë nimëri faktorësh të cilët lidhen nga kualifikimi i mësimdhënësve e deri te infrastruktura, resurset, pajisjet, materiale mësimore, por dominon koncentrimi i faktorëve kyç, të cilët lidhen me mësimdhënien. Në këtë rast flasim për pedagogjinë, metodat e mësimdhënies, flasim për resurset dhe materialet mësimore, flasim për udhëheqjen pedagogjike që ndodh në nivel të shkollës, kuptimin e mbështetjes të nxënësit të nxënësve dhe në kuptimin e mbështetjes së zhvillimit të kapaciteteve të mësimdhënësve. Tani rezultatet tona do t'ja gjon studimeve të raporteve që janë nxjerrë prej kolegëve tanë, prej profesor Dugaxhinit, prej profesorit në Institut Zotit Murteza, prej kolegut Ismetit, prej studiuesve të tjerë dhe ato që janë prezantuar nga raportet e Ministrisë së Arsimit për studimet PISA dhe studimet tjera na tregojnë se cilësia e arsimit tonë në arsimin prauniversitar reflekton mjaft në raport me pritshmëritë, kërkesat dhe të tjera. Edhe tani ka një drejtim nganjëherë diskutimeve që është faktori kyç mësimdhënësi apo janë faktorë tjerë. Dhe na gjithë e dimë që studimi PISA nuk e mat vetëm punën e mësimdhënësve, mat sistemin. Dhe kjo na reflekton që sistemi ynë lëngon në shumë aspekte, edhe një prej aspekte pashmangshëm është puna e mësimdhënësve. Sepse kur flasim për studimet që mësimdhënia është një faktor kyç, ka edhe studiues tjerë të cilët e përcaktojnë edhe një masë sa përqind mundet me u zhvillu një fëmijë, një grup i fëmijëve, një gjenerat prej punës së drejtë për drejtë mësimdhënësve. Dhe nëse themi që kujtoj këto ditë prof Ablereme citoi njërin prej studiuesve ku e tha që 30 deri në 40% të fëmijëve të nxënësve mësojnë drejt për drejt nga interaksioni, nga puna e mësimdhënësve, dhe kur krahasojmë rezultatet tona në studimin PISA ku rreth 80% nxënësve nuk e kanë arrit minimumin e pritshmërive kërkesave të këtij studimi, kjo na reflekton sa dhe se kemi gjendën në sistemin tonë. Po më duket që jemi në një moment më delikat, kështu ndoshta s'po di, na gjithmonë thoj me siguri ata në kohën e po mendoj revolucionit industrial kanë thonë të njëjtën, që kjo është momenti më vendimtar në histori njerëzimit, po thonë po mendoj që tash jemi në një pikë ku vërtet jemi në pikën e ndryshimeve më të mëdha në histori, sidomos
Inteligjenca artificiale është të ndryshu mënyrën se qysh punojmë, qysh jetojmë, ndërsa arsimi është të lëviz shumë ma ka dale si gati si çdo herë. Edhe matuti po më duket jemi të funksionu në sistemin e revolucionit industrial të shekullit 19. Tash, nuk ka ma vështirë se me qenë sët arsimtar, drejtues institucioneve, mi përgatit nxënësat për punë cilat nuk e dim qysh duken, për shkak se kena idin realisht as se qysh ka me u duk tregu i punës, as për 3 vjetarshme, lemo për 5, 10 ose 50 vjetarshme. Biles është një, më ndull para ca ditë në Facebook, në 2017 kisha qenë në RTK me folë për profesionet e sarmës, e profesionet në zhdukje, ty referu një farë studimet që pa të bo Oxfordi atëherë, edhe gati 90% asaj që ka kisha thonë, unë ja kisha pas huq komplet. Po ma ketë se unë e këshin huqet atat Oxfordit, edhe unë u bazesha kryesisht në ato tyre. Dhe me dhënë profesionet që na kena mendu që kanë me u zhduk si pasojë e AI-it, faktikisht po del që nuk është ashtu, po zhduken shumica profesioneve, ti themi intelektuale ose white collar profesione. Mu këthy pak të ajo që ka tha Selimi na në Kosovë kena 2 probleme fundamentale. I pari është learning poverty. Nxënësat tonë, 12 vjeçar, lexojnë si 8 vjeçar. Në bazë bankës botnore, na kemi që të reading comprehension ose të kuptuarit nga leximi, e kemi shumë tult. Pa lexim, kemi vështirë pastaj nxënësat tonë me vazhdu, me mësu edhe në fusha tjera, edhe në profesione tjera. Kjo është e para. E dyta, është një ide që inteligjenca artificiale ka me na dhonë qasje në njohuri, kështu që neve nuk na vynë njohuria, dia, nuk na vynë shkallësit intelektuale, sa to na jep AI, na veç duhet me komandu. E lexova një studim nga Anthropic, një nga këto firmat e mëdhaja të inteligjencë artificiale, e cila po thotë që e kanë analizu për 1 vjet profilet e njerëzve që përdorin edhe inputet dhe outputet çka po dalin prej AI-t. Po thotë që sa ma intelektualisht që janë të ngritur përdoruesit, normalisht edhe outputi që marrin nga AI është shumë më i madh. E kjo domethënë na tregon që ajo gepi ka me u rrit edhe matutje. Nëse na kemi probleme fundamentale të mësuarit, kemi probleme fundamentale në lexim, kemi probleme fundamentale në literacy edhe në numeracy, atëherë AI nuk ka me na ofru me botën, po përkundrazi ka me kriju edhe një hendek edhe më të madh. Për shkak se pjesa e tjetër që janë intelektualisht më të ngritur kanë me përdor më tepër. Pastaj është problemi tjetër që se unë kam me fol pak për ndërlidhjen me tregun e punës, për profesionet. Profesionet po zhduken nuk ka më profesion. Neve na pyesin çka jemi profesion inxhinier, ekonomist. Unë nuk e di çka jam me profesion për veti, me thonë drejtën. Nuk e kam ditë që 20 vjet kështu, po edhe matutje nuk e di, për shkak se studimet sot nuk t'japin më profesion. Domethënë për shkak para disa vjetëve po ta lexu një studim tjetër që karriera është më pak se 4 vjet është po mendoj një pozitë punës ose një industri caktuar që punojnë njerëzit. Dhe kjo ka me u zvoglu, ka me u ngushtu edhe matutje. Kështu që këtë këto probleme që pishohim e bojnë edhe ma komplekse, dhe më thëmë punën tonë si edukator, shumica një pjesë madhe për i njof që punojnë në arsim. Po për mu në Kosovë, edhe pse kemi pas PISA, Pearls, TIMSS, studimet, na kemi një problem fundamental, na nuk kemi dhonat standardizume për arsimin tonë, sidomos para universitar. Nuk e kemi as idenë se çka ndodh me nxënësat e klasës parë, as klasës 5, as klasës 8, as klasës 9 matutje. Nuk e kemi idenë se çka ndodh në Dragash, ose në Viti, ose në Prishtinë, ose në Podujev. Nuk kemi idenë
nëse një mësimdhënës në një komunë caktuar është kampion, ose një mësimdhënës në komunë të caktuar është tepër në nivel, për shkak se nuk kemi realisht dhëna. Domethënë nuk kemi kur farë diagnostifikimi spari as të mësimit të nxënësve. Gjithçka që ndërtohet si politika arsimore, roli i shtetit është kyç. Më ndërlidh me çka tha Aletini pak, kur është zbulu radio, njerëzit kanë menduar që ka më ndryshu thelbësisht mënyra se si transmetohen dijet. Për shkak se tash është radio ku nuk ki komunikim vetëm që ndodh në klasë, do të thonë mësuesit dhe nxënësve, po mundesh me transmetu dije te krejt ku shka radio. Natyrisht ajo nuk e transformoi arsimin, kur u zbulu televizori, menduan që tash definitivisht ka mendohet transformimi, sepse tash e ke edhe me figurë, pra më shpeqit mësuesin në televizor dhe prap nuk ka ndru shkolla. Kur është zbulu interneti, ka qenë e njëjta pikpyetje. Ajo që s'ka ndryshuar asnjëherë është ky trekanshi që ekziston, që është thelbi i arsimit, që është nxënësi, e ka përballë mësuesin, edhe përmbajtja. Tash përmbajtja mundet të transmetu përmes videos ose librit ose AI mundet me përmbledh dhe me ta dhënë si summary, po janë dije që transmetohen mes mësuesit edhe nxënësit. Kështu që kur e pyesim veten se çka duhet me u bë, natyrisht përgjigjja nuk është krejt e thjeshtë, sepse ka mënyra të ndryshme që shmujnë politikat arsimore me adresu sistemin e arsimit, po janë këto 3 elemente që duhet gjithsesi me u pas parasysh. Do të thonë nxënësi që merr mësimin, është mësuesi që e transmeton dijen, edhe çfarë përmbajtje, do të thonë për çfarë lloj arsimi, çfarë përmbajtje arsimore jemi tu transmetu. Forumi Ekonomik Botror, World Economic Forum, në vitin e kaluar ka nxjerr një studim për punët e së ardhmes, ose të ardhmen e punës, në fakt, me qenë më saktë. Edhe ata mundohen, ndoshta njëjtë sikur ai studimi i Oxfordit, po ata mundohen me nënvizu aftësitë që janë të dobishme për të ardhmen, punët që kanë me ekzistuar në të ardhmen edhe vendet e punës që nuk kanë me ekzistuar në të ardhmen. Thonë që në 5 vitet e ardhshme, deri në vitin 2030, rreth 40% të aftësive që i kanë sot njerëz në tregun e punës kanë me qenë totalisht të padobishme. Aftësitë cilat i kanë marrë në shkollë. Një pjesë i kanë marrë në tregun e punës duke punu. Aftësitë e dobishme, të cilat kanë me qenë të rëndësishme përtej 2030-s, të menduarit analitik, njohurit mbi inteligjencën artificiale, por edhe disa soft skills, do të thonë aftësitë buta si fleksibiliteti dhe qëndrueshmëria. Sidomos mas pandemisë Covid, qëndrueshmëria është paqur shumë e domosdoshme për me u adaptu në sisteme të reja dhe për me mujt me vazhdu përpara. Punët që potencialisht kanë me u zhduk, bankier, asistent ekzekutiv, përkthyes, punët të cilët kanë me qenë në rritje, janë të gjitha punët që lidhen me teknologjinë informative apo inteligjencën artificiale, edhe të gjitha shërbimet si transportues, ata që bëjnë delivery, do të thonë që e çojnë ushqimin nëpër shtëpia, kujdes shëndetësor. Pra është një farë miksi i çuditshëm i punëve shumë praktike që i ofrojnë ndihmë njerëzve, për që kërkohet gjithsesi një njeri me ofruar ndihmë, edhe njohurive mbi teknologjinë informative. Kosova e ka i pash disa statistika para se me ardhë në këtë takim sot. Gati 100% të shtëpive janë të lidhuna me internet. Do të thonë se i përket saturimit, jemi shumë mirë dhe kemi mri mesatarën e Bashkimit Evropian. Po sa i përket vlerës së shtuar të përdorimit të teknologjisë informative në tregun e punës, do të thonë ku ti shton vlerë duke përdorur teknologjinë, jemi shumë dobët. Jemi diku në 10% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Pra kemi një hendek shumë të madh mes mënyrës se si është shpërnda teknologjia informative realisht në Kosovë edhe se si e përdorim, edhe mendoj që shkolla këtu natyrisht e ka një rol të vetën. Tash, nëse shkolla i përgadit të rit për tregun e punës, përgjigja është jo. Edhe nuk është problem vetëm Kosovë, është problem gjithka, do të thonë edhe në Evropë kanë problem me konkurrueshmërinë, por Kosova është veçanërisht problem, sepse kur është edhe në krahasim me rajonin, edhe në krahasim me vendet e tjera në Evropë, jemi shumë mrapa. Po qëllimi i arsimit nuk duhet me qenë vetëm përgatitja për tregun e punës. Do të thonë, unë mendoj që arsimi ka 3 qëllime që duhet me imri. Një është
i përgatit të rritë për tregun e punës, natyresht, se ti donë që të vegjlit tonë sot, me mujtë kur tritën me u kysh në tregun e punës dhe me pas një jetë të përmbushën përmes punëve që ata dojnë me bo. E dyta është me pas një jetë e cila është ma e përmbushën për te i punës. Kështu që disa nga këto aftësitë që u përmendën si fleksibiliteti dhe qëndrueshmëria realisht ndikojnë që me pas një jetë ma të mirë dhe ma të përmbushën edhe me mri potencialin të rritë tonë sot kur të rritën. Po e treta, për një vend si Kosova sidomos, arsimi ka rol në shtetëndërtim. Edhe ka pas gjithmonë, Shqipëria është themelu, si me thonë, masi që është unifiku gjuha Shqipe, do me thonë është kriju mundësia për mu transmitu dijet në një gjuhë. Kosova në 90-at, Kosova që e kemi sot, Republika që ekziston sot, është ndërtu mbi arsimin e të 90-ave, arsimin paralel. Pro arsimi gjithmonë është edhe një si varg që e përçon një dëshirën e madhe të popullit për me pas një shtet i cili funksionat. Shteti nuk është vetëm me deklaru shtet. Shteti është edhe me funksionu, edhe me qeveris mirë, edhe me pas politika të drejta. Kështu që edhe nga kjo aspekt ishë ndashtë me pa rolin e arsimit, sidomos në një vend si Kosova, që është i vogël, jemi një pikë, jemi ma pak se që kemi mendu mas rezultateve të censusit. Jemi gati 1.6 milion, jemi vend i vogël i cili nuk i ka të zgjidhuna të gjitha çështjet me fëqinjt tonë, edhe nëse nuk përqëndrohemi në zhvillimin e arsimit, si motori i zhvillimit të përgjithshëm të vendit, ne kemi me vazhdu me të mrapa. Nuk ka asnjë vend tjetër